Në afatin e dytë të regjistrimeve në gjimnasin profesional Boro Petrusheski në Shkup, interesimi i nxënësve për drejtim trafik, makineri dhe automekanik është shumë i ulët. Njësoj ka qenë edhe në afatin e parë të regjistrimeve, ku janë pranuar vetëm 43 nxënës, ndërsa gjithsej janë rreth 150 vende të lira. Zekiria Zekiri, drejtori i shkollës, tha se nëse deri në afatin e fundit nuk plotësohet i gjithë numri i nevojshëm, atëherë rrezikojnë të mbyllin 2 paralele të shkollës. Po të themi drejtën i dobët, në krahasim edhe me rrethën e parë, domethënë afatin e parë, domethënë ka qenë dikont mesatarisht të themi 43 nxënësi, tash 5-6 nxënësi, domethënë nuk jemi të kënaqur, por shpresoj nga ana e ministrisë. Afatin e tretë. Po duke pat parasysh duke parë informatës se dikun 250 nxënësi nuk janë regjistruar ende në shkollat e mesme, ne apelojmë deri te Ministria e Arsimit na presë, domethënë mos shkojë sikur vitin e kaluar, domethënë të bën tashat kualifikimin apo të bën tashat ndarjen e paraleleve, domethënë të na presë deri në dikun në fillim të shtatorit, pastaj të bën domethënë atë ndarjen që e bën si çdo herë. Profesori Kastriot Kasapi thotë se interesimi i ulët për ato do të thotë humbje të vendit të punës, ndërsa kërkon nga Ministria e Arsimit të intensifikon fushatën për t'i motivuar nxënësit të regjistrohen në shkolla profesionale. Nëse ndodh ajo që e ka planifikuar Ministria që me 4 korrik të mbyllet diçka, atëherë ne do ngelim me -2, domethënë me -2 paralele të komunikacionit. A mbyllja paraleles ndoshta tingëllon pak, domethënë pak si diçka që nuk është serioze, por një mbyllje paraleles ajo ka domethënë mbështjell, ngelin profesorët pa orë, ngelin profesorët pa, domethënë po e thjeshtësoj domethënë pa vendin e punës dhe çdo gjë domethënë ndoshta këtë vit jo, por nëse përsëritet për 2-3 viteve atëherë ne duhet që përfundimisht të mbyllim domethënë këto paralele të komunikacionit që me të vërtetë janë drejtime të cilat fatikisht i kërkon tregu i punës. Sipas të dhënave nga Ministria e Arsimit, ka rreth 16.000 vende të lira për regjistrimin e nxënësve për regjistrin e dytë të qershorit, 10.758 për mësim në gjuhën maqedonase, 4.781 në gjuhën shqipe, 474 në gjuhën turke dhe 21 vende të lira për mësim në gjuhën serbe. Ka 3.727 vende të lira për arsimin e mesëm dhe 12.307 për arsimin profesional.